Koment vjen me protagoniste Albina Kelmendin. Këngëtari përgjigjet komentuesve online dhe rrëfen pjesë nga personalja të cilat nuk I ka thënë më herët. E kam nis karrierën si fëmijë edhe jam mësuar me komente shumë pozitive. Kohët e fundit ka ndryshuar pak, dikush nuk e kam qysh tash një mendim përfundimtar për këtë pjesë. Sigurisht që sa më shumë vite karrierë, sa më shumë para publikut, gjithmonë do të ketë edhe kritika, edhe komente pozitive, por ajo që mu nuk më pëlqen shumë është TikTok-u, sepse mendoj që në TikTok ju japet mundësia shumë njerëzve me komentu, me bo share video, me nxjerr keq kuptime, një përgjigje jotja me u konceptu krejt ndryshe. Nuk e di, ndoshta se TikTok është shumë lehtë me qelë, se unë nuk jam shumë e mirë për rrjetet sociale. Po nëse është një vend ku Albina I ka ndalu komentet është TikTok-u, kështu që s'kam pse me më shef këtë punë, komentet në TikTok I aprovoj vetë. Sigurisht edhe ato kur ka kritik të mirëfillt, edhe në koment negativ nuk e kam problem, por ofendimet nuk kam dëshirë me I lanë, sidomos ato ofendime që futen edhe tek familja. Shkojmë me komentin e parë. Nuk të ka qa qkeq. Shpesh dukesh shumë e rezervuar. Do të donim të ndaje më shumë me fansat. Atëherë si fillim, unë njerëzit që më ndjekin nuk kam qef hiq me ju thonë fansa, se unë e kam një shikueshmëri të një moshe mesatare 30 e ma shumë. Ma e pjekon, edhe nuk kam dëshirë me ju thonë fansa, sepse publiku është ai që unë ka sjell deri këtu që unë ndjej veten mirë, dhe nuk e kam mësuar asnjëherë publikun me nda shumë gjëra nga jeta jem private përmes rrjeteve sociale. Sigurisht që kam çka me nda, por ndoshta ma shumë kjo po e marr ndoshta për jetën qysh e bëj luksin ose çfarë jete jetoj. Kam dëshirë me I mbajt privat. Unë njifem si Albina që këndoj, edhe jetën private kam dëshirë me lanë private. Sigurisht që ndonjëherë ndaj momente, por edhe kur vjen puna ndonjëherë që e mendoj me nda diçka, prap se prap gjithmonë më shkon mendja tek ata që ndoshta nuk e kanë mundësinë, edhe nuk e di, jam shumë e rezervuar në këtë pjesë, për me qenë e sinqertë. Gjithë kjo ekstravagancë, nuk po e di a jeti nusja që po martohesh, mos e merr një vëmendjen. Okej. Interesant ky koment, se unë njifem për thjeshtësi edhe në për evente ku këndoj edhe në për koncerte dhe gjithandej. Sigurisht që ka edhe momente ku I jepi pak ma shumë zor, sidomos kur janë ato te familja që unë e njoh, por nuk e kisha komentu shumë këtë pjesë, sepse kohët e fundit kanë fillu me mi shkru disa komente të tilla, ndoshta për disa reagime që unë e kam pas për paraqitjen e ku diun që e kanë keq kuptu, por jo nuk dalim, por nuk jam unë ajo e duhura për me pas një koment tillë, se unë nëse është një arsye që unë kam arrit diçka ma shumë, është thjeshtësia jam që e kam tregu gjithmonë para publikut. Ky koment I mirë, më pëlqejnë çto komente. Zanin shumë të bukur, je pasuesja e Aurela Gaçes. Komentet më të mira që I marr janë këto, sepse unë me të vërtetë vlerësoj shumë Aurela Gaçen si artiste. Mu m'duket një nga ato, jo m'duket, por është për me thonë, nga ato artistet shqiptare më të kompletume, energjia e saj, talenti I saj, nuk kam çka me diskutuar, se publiku tashmë e di për shumë vite, dhe jam rrit duke e dëgju edhe duke e marrë shembull Aurelën për paraqitjen e saj, për vokaljen e saj, për atë çka I jep publikut, edhe për mua është një koment që më bën me u ndje jashtëzakonisht mirë kur më komentojnë që
më krahasojnë me Aurelien, kjo është e mjaftueshme për mua. Performanca në programin e saj u bo shumë virale, Po. edhe më duket sa herë bashkëpunoni ose në program ose në projekt në këtë rast, gjithmonë është një dyshe që publiku e dënë. Një dyshe me dallim gjenerata në këtë rast, mes teje dhe saj mirë, po një dyshe që e dënë publiku. Në takimet me Aurelien, në raportin kolegjal, qa të thët ajo, a ki këshilla prej saj, a mësën prej saj, për rrugtimit saj? Me Aurelien kam pas fatin me pas biseda shumë të përafërta me të, biseda private, është mbi gjitha është njeri shumë i thjesht edhe shumë e dashur. Kemi pas rast me bisedu për ato çka janë mirë, çka janë keq. Aurelia nuk e di një fjalë me përkufizu, kam pas fatin me pas bashkëpunime shumë të mira kohët e fundit me të. Ajo që unë du me shfrytzu rastin me tregu diçka është momenti kur unë isha e ftuar tek show-i saj. Ne kemi pas një program që mbajtëm prova një ditë përpara dhe ajo që unë nuk e kom prit për Aurelës është kur ma ka kërku Hajredin Pashën. Pse nuk e kam prit? Sepse unë e kam dëgju Hajredin Pashën prej Aurelës shumë vite ma herët. Dhe më ka pëlqy forma se si ajo e performon këtë këngë, por pas verzionit tim para në kohën e pandemisë, kur unë e kam nxjerrë në platforma digjitale të mia, pati një bujë shumë të madhe verzioni jem, është dëgju, vazhdon me u dëgju, jashtë mase, edhe mos them që shpesh herë sidomos në koncerte, në ahengje familjare në Shqipëri, mas shumë ti më thrasin për këngë patriotike, folk rock që unë i kam. Dhe Aurelia aty ma ka dëshmu që nuk i ka veç fjalë, thjeshtësinë që e tregon në intervista, në skenë e gjithandej, sepse këngën e Hajredin Pashës shpesh herë disa këngëtarë janë mundu me ma ndalu, edhe kur kemi qenë bashkarisht ftum me një vend, ndoshta sigurisht për inate, xhelozie, ku dijon që s'mu jasmi perceptu ndoshta që one nuk ndjej qatë xhelozi ose inat ndaj kolegëve, edhe Aurelia e kërkoj me këndu bashkë me mu, kjo më ka bo me undje shumë mirë, edhe publiku e ka prit jashtëzakonisht mirë, ajo dihet tash si ka marrë klikimet në rrjetet sociale. Valla veç po rani se s'po keni dasma si përpara. Kjo është një farë diskutimi në industri ko gjaj masë, do mos për këtë verë. I madh, sigurisht unë kam dëgju si vitin e kalum, sikur këtë vit që këtë vit është ma dopt, këtë vit është ma mirë. Unë për fat mirë e kam pas një sezon shumë të mirë. Nuk thirrem prej atyre këngëtarëve që kanë data shumë. Unë ato që i kam jam e kënaqur, mundona me jep maksimumin në ato që i kam. Edhe faleminderit krejt atyne që na përgjidhin mua dhe grupin tem. Nuk kam çka me thonë për këtë pjesë, le të merren me ata që po egzagjerojnë shumë, që kanë shumë. Po nëse bëjmë një krahasim shembull nga vera në verë, a ka të rezultu për ty më e dopt kjo verë që e lam pas? Jo, kjo verë është ndër verat më të mira që unë kam pas, nuk po e krahasoj hiç me vitin e kalum. E qartë. Krejt ndryshe nga që ke qenë origjinale, megjithatë je zbukuru shumë se tjerat janë shëmtu. Okej, faleminderit shumë. Kompliment llogaritet. Kompliment është. Unë jam mundu me mbajt originalitetin që e kom pas gjithmonë prej fillimit, e ceka dhe ma heret. Nuk moj me dal prej vetës, as me u dok ma e madhe, as ma e vogël. Unë jam kjo që jam edhe komentin ma të mirin që unë e marrë kur tako me njerëz nga afër. Komenti ma i miri është që më thojnë shumë ma e mirë live se son fotoboll, ka njëherë jepi zërë me ndrejsh ka pak fotografin, po prapë se prapë më vjen gjithë kë koment, jam mundu dhe mundohem gjithmonë me qenë kjo që jam, me qito pak sa mundohem me. Unën e kom bo dhe dhëmë t'i kom t'regullum kur gjë tjetër, mos ma bë pytjen me njerë, se plot menojnë kush e di qa kom bo, po unën e kom operu edhe dhëmë t'i kom regullum. Ai, si e kritikon ti Egli-Takon, kur vet je zbuluar? Ku po më shenjoni që jam zbulu, ose najhere që jam kone zbulume. Gjithçka u konë me mos, gjithmonë prej meje.
kështu që as nuk du me diskutu këtë pjesë tem, se shpesh herë kur jam taku me njerëz prej afër edhe kemi bisedu arsyen pse mu ndojnë, për shembull në rrethin e tyre familjar ose në mbrëmje serioze, ku dijon, gjithmonë ma kanë cek që na të respektojmë për vetë zërit edhe për paraqitjen, për veshjen e këto me radhë. Une nuk e kam kritiku as Eglin as kënd tjetër për veshjen, kritika ka qenë komplet për diçka tjetër, për njerëzit ka ndosht me marrë qashto edhe ma shumë këta afroncat e rrjeteve sociale. Playback-u për mu ekse ka. Veç të knu zdi kur i një man vjehrës, që shki thonë një intervist. Për kontekst është një video në rrjetet tua sociale në TikTok mos gaboj, ku këndon në krevate shtrime. Ambient shtëpie, diçka e tillë kështu. Po mdo këtë pedi për cilën video e ki. Po, zdi kur i një man vjehrës, që shki thonë një intervist. Atëherë, e para, unë kënaj kur të më kënohet. Ndërsa për vjerën, unë e fatmirësisht e kam një raport shumë të mirë me vjerën. Unë jetoj në shtëpi me Valonin, vjera jeton në shtëpi me vjerin, baba dhe nana, se s'kam qef mi u thonë vjera. Edhe sa herë që unë i tham nanës, për shembull që rasti i fundit, tash po du me bo turshi, thash t'ja nisim i mësu ka dale, zdi sa herë më ka dhim telefon, më ka thonë, nuk i nevoj ti me i bo, se unë jam të i bo, ti ki pun, ki angazhime shumë dhaja, kështu që I love you, nana mire. Ama prapse s'po mu i me lonë qikaq. Unë jam gjithmonë për me ndimu, jam shtëpijake, di me i bo pun të shpis, pse une nuk i ndaj. Në përjetës sociale këto sene e din familjarët e mi. Tashte nuk ka nevoj me mendu nëse ne kemi famë edhe na nuk dim as me kafshi, se na as me boni dark, as një mëngjes, krejt i dim. Te kishe këndu këngën e Gurbetit në Eurovision, besa ishe dalë top 5. Po nuk e ndjen bota këngën e Gurbetit që shë ndjejmë na. Qka me i thonë ti komenti? Faleminderit shumë, unë mendoj që na e kemi jep maksimumin, edhe aty luhet një lojë shumë e frikshme që njerëzit është vështirë me ditë, kështu që ne jemi të kënaqur me rezultatin që kemi arrit, sepse kemi dalë 10-it me votat e publikut. Mu vota e publikut më intereson mas shumë ti, nuk më intereson ajo loja e shteteve që shbohet, edhe fakti që ne mbahemi mend që kemi dalë si familje me një mesazh shumë të qartë, ajo e ka bërë veçantë performancën tonë. Çifti mrekullueshëm, uroj nga zemra të Bekor së shpejti me terminon. Shumë faleminderit. Uroj edhe unë sa ma shpejt, këtë punja kemi lënë Zotit, kështu që kur të është të shkrume. Shumë faleminderit. Qitë komente kom po dhe une. Gurbeçar, ty ta zbukurojnë gjepin, po merë ma shumë se që e meriton. Jeni tranua me çmime ju këngëtartë. A është koment që me shpesh? Komente, jo, nuk e marrë fizikisht në shta jo, po online ma shumë. Se di unë e tha shkote e fundit, janë kanë dokumente tek unë tila, po nuk kam qef me i shti që thët populli me një thes krejt. Unë e çmimin e kam të arsyshëm për deri sa kude që performaj, jam me një orkester live, kënoj me mamin Albanën, edhe mundohemi me bo muzikë të mirëfillt ashtu si që duhet. Ata që kanë mundësi me paguajnë, ata që s'kanë mundësi, edhe kur më shkruajnë, shpesh herë i tham, ke këngëtar shumë të mirë të live që mundesh me i pagu me çmim edhe për gjysë edhe ma pak, ku dijon. Ndërsa për Gurbeçart e di ku e kanë bërë këtë koment kur unë e kam publiku një fotografi edhe kam thonë erdhen Gurbeçart. Nuk di ka qenë një shkrim i tillë edhe kam harru që e kam postu atë fotografi. Masi ka përfundu dasma jo më fut e kam lexu që krejt tema ish bërë në lidhje me Gurbeçart edhe kanë qenë komentet të këtij niveli. Po unë e Gurbeçart i kam shumë për zemër, e kam cek gjithmonë, nuk e di pse e kam një ndjenjë shumë veçantë për ta. Ata janë gjithçka që kanë bërë për neve, që nuk du të më jam harru asnjëherë. Sa hini Borx Baloni për Eurovision.
Valoni nuk ka pas nevojë me hi bërgj, se që ato që e kena pas plan me i investu i kemi pas ndame. Valoni na ka mbështet në mënyrën e vet. Unë e kom cek në për intervista që na e kemi pas prioritet edhe kemi pas shqetësinë maksimale. Valoni është marrë me organizim, me xhirime, me fotografi, me krejt ato që kanë qenë nevojshme për Eurovision. Saj përket borxhit s'kena çka me fol për borxhet se s'kena pas nevojshme me un futbollë. Veç kemi shpenzu ma shumë se sa që duhet prej xhepit ton. Po shkak se këtu desha me dojë që me atë sa flitet edhe mendohet, Valoni e ka bën është punën e shtetit në këtë rast. Unë edhe njëherë... Valoni ka bën dhe punën e shtetit. Ndashta ka marrë përsipër sene që është dashur mi marrë shteti shqiptar për shkak të reprezentacionit në Eurovision. Ne gjithë këtë punë e kemi bë bashkarisht, qatë sa kemi pas i kemi nda për përfaqësimin tonë në Eurovision, për vetëm në arsye që ne me i përfaqësu krejt shqiptarët në mënyrën më të mirë, sigurisht që nuk na ka taku me nxjerr parë prej xhepit. Valoni ka qëllu me pas Albinën bashorte edhe me mbështet, që shka ditë me mbështet prej fillimit, edhe për këtë arsye ja kemi për borxhi vetëm është borxhi saj përket anës morale apo qysh me qujt për mbështetjen edhe krejt mundin që Valoni e ka bë në Eurovision, sigurisht është edhe ai financiar që e ka bë, se thash e ka bashorte Albinën. Edhe qysh më ka mbështet nga fillimi, mbështet edhe sot edhe sa herë që e kam nevojën e Valonit, Valoni është gjithmonë afër meje. S'ka mo, u kryten komentet. Qështu do kënë mas pari? Mirë shumë, nuk e di qysh me spjegu, por asnjë njeri nuk e ka mendimin shijen e njëjtë. Unë thash, kur të flasim për këngëtar, ka këngëtar mjaftueshëm, bile ka njerë bojmë hajgare çdo shtëpi e ka bo ka një këngëtar. Është shija e njeriut, është çështje pëlqimi, dikujt i pëlqej, dikujt nuk i pëlqej. Albin, një detaj që kanë mujtë me pa të gjithë shikues gjatë intervistës, se na po dojna me dhonë edhe mesazh, është Fjongëja Roz. Do me thonë, le të shërbej kjo intervistë edhe për mesazh. Jemi në muajin tetor, muajin e Roz. Mujna me dhoni një mesazh mbase diktu pak edhe nga pjesa personale. Një detaj që jo shumë njerëz mujnë me ditë, që nuk është rastësisht ky sensibilizim që po tendojmë me bosat. Ne shpesh herë e kemi fokusin veç te puna, veç qysh me arrit tek suksesi, edhe jeta është bërë shumë dinamike, sa që shpesh herë po e harrojmë që shëndeti është mbi gjitha dhe nuk ka rëndësi as pasuria, as suksesi, as karriera, edhe është diçka që unë jam ballafaqu vetë, për fat mirë analiza në fund ka dalë mirë, nuk ka rezultu diçka shumë negative, thjesht më është dashur me nënshtru operacioni xhirit, edhe më ka bo me mësu shumë, unë tash rregullisht i bëj analizat, rregullisht kujdesem për veten, sepse po dihet sot çfarë jete po e bëjmë, qoftë për ushqim, qoftë jeta dinamike, po na merr fokusin shumë ajo që nuk duhet me na marr, edhe po e harrojmë shëndetin që thash. Kështu që mesazhi jam është si për gjininë femërore, ashtu edhe për gjininë mashkullore, që me pas kujdes për shëndetin mas shumë të se në fundit shëndeti është mbi të gjitha. Vërtet, shumë e vend, faleminderit shumë edhe për mesazhin edhe për aspektin personal që ndave. Për me përmbyll intervistën, përmendë shumë bashkëpunime në një moment që pritën të radhës, do më thonë vjeshta fund viti kanë me qenë me projekte në bollëk nga Albina Kilmendi, sa kuptova. Ky fund vit ka me qenë shumë i angazhum, si me projekte, si me bashkëpunime. Bashkëpunimi i radhës do t'jetë me Bes Kallakun. Mezi po presim me publiku, se është një këngë shumë e mirë, është një këngë shumë e ndjeshme, ka një temë shumë të veçantë, edhe ka dalë shumë e mirë, këto po e thënë me bindje, kështu që kjo është projekti i parë që ka me u publiku. Do të ketë shumë zhvillime, ky fund vit ka me qenë full, kështu si për festa, si me këngë treja, me bashkëpunime. Po s'po i zbuloj tënat njëherë. Me gjithë po e presim, faleminderit shumë Albin. Faleminderit edhe juve.